Situata brenda shtëpisë bëhet menjëherë e tensionuar dhe e pazakontë kur Limi nis të kërcënojë dhe të afrojë Benitën dhe Dolçen në një lojë që duket provokative dhe e papërshtatshme. Ai fillon të kërcënojë me gjeste të forta, duke i kapur të dyja dhe duke i tërhequr më afër, ndërsa fjalët e tij marrin një ton të drejtpërdrejtë dhe shumë të guximshëm. Atmosfera brenda dhomës bëhet e ndezur menjëherë, me tension që mund të ndihet nga çdo banor që është pranë, ndërsa kamerat regjistrojnë çdo detaj. Limi i drejtohet Benitës dhe Dolçes në mënyrë të hapur dhe provokuese, duke i bërë të dyja të ndihen të papërgatitura dhe të habitura nga situata. Ai përdor një ton që nuk lë vend për keqkuptime, duke treguar qartë se ka një plan dhe se nuk ka ndërmend ta fshehë atë. Në atë moment, energjia e dhomës ndryshon totalisht. Ajo që filloi si një lojë ose provokim shndërrohet në një situatë ku emocionet dhe nervat e të gjithëve përfshihen menjëherë. Benita dhe Dolçe reagojnë me konfuzion dhe një ndjesi të lehtë frike. Ata nuk e prisnin këtë afrim dhe nuk e dinë si të veprojnë. Ndërsa Limi i kap të dyja dhe i afron më pranë, tensioni mes banorëve dhe kamera bëhet i padurueshëm. Secili që ndodhet aty mund të ndjejë ngarkesën emocionale dhe mënyrën se si situata mund të eskalojë çdo moment. Gjatë gjithë kësaj kohe, Limi nuk ndalet me fjalë, ai vazhdon të përsërisë gjestet e afërsisë dhe i thot Benitës se dëshiron të krijojë një lidhje të veçantë mes tyre të tre. Fjalia e tij lë të kuptohet qartë se ka një qëllim specifik dhe se nuk është thjesht një shaka apo lojë normale. Benita dhe Dolçe ndihen të tronditura, ndërsa ata që po shikojnë situatën nga jashtë nuk mund të besojnë se çfarë po ndodh. Atmosfera bëhet edhe më e tensionuar kur Benita dhe Dolçe përpiqen të reagojnë. Disa banorë të tjerë ndihen të shqetësuar dhe afrohen për të parë se si do të përfundojë situata, ndërsa të tjerët mbeten të shtangur, duke parë çdo gjest dhe çdo fjalë të Limës. Reagimet emocionale të Benitës dhe Dolçes janë të dukshme, konfuzion, zemërim dhe një ndjesi e thellë e shqetësimit. Pas disa momenteve të tensionuara, situata mbetet e pandryshuar dhe publiku kupton qartë se ky është një nga momentet më të diskutueshme dhe më të forta të ditës brenda shtëpisë. Ndërsa Limi vazhdon të mbajë qëndrimin e tij të fortë, Benita dhe Dolçe mbeten të hutuar, duke reflektuar mbi situatën dhe mbi mënyrën se si po sillet ai. Ky moment lë pas një tension të madh mes banorëve dhe bëhet temë diskutimi për shumë kohë. Ai shfaqet si një nga episodet më dramatike të lojës, ku emocionet dhe provokimi ndërthuren dhe ku secili duhet të reagojë, të marrë vendime dhe të përballet me situatën në mënyrën e vet.